Përshëndetje dashur miq të Antena Televizion, rikthehemi në fakt së bashku me kolegën Anri Bala për të ndarë një lajm I cili është I dhimbshëm, një lajm I cili në fakt ka shokuar opinionin publik, por gjithashtu edhe për të diskutuar mbi kush ka qenë Fatos Nano. Ditën e sotme, lideri dhe ish kryeministri I Partisë I Shqipërisë dhe ish kryetari I Partisë Socialiste, një nga liderat kryesor, njeriu I cili vuajti mbi supe dhe burgun politik në kohën e Sali Berishës, ditën e sotme në moshën 73 vjeçare ka ndruar jetë. Vetëm pak ditë më parë ka qarkulluan lajmet për gjendjen e Fatos Nanos që nuk kishte në gjendje të mirë shëndetësore, nuk kishte në një situatë të mirë, por tashmë fatkeqësisht në momentet kur opinioni publik është gati I tensionuar dhe I trysnuar mbi atë se çfarë po ndodh, një lajm I zi për politikën shqiptare, një lajm I zi për jetën publike, por edhe për masat që kishte Fatos Nano. Në fakt dua të lexoj disa dhëna të dashur miq mbi këtë ngjarje. Një muaj e gjysmë më parë festoi ditëlindjen e 73, e ndërsa sot ish kryeministri dhe lideri historik I Partisë Socialiste. Fatos Nano mbylli syt përgjithmonë pas disa javësh në luftë me jetën në një spital privat në kryeqytet. Ky është lajmi I cili në fakt po qarkullon deri në këto momente, ajo se çfarë ndodh dhe çfarë do doja të shtoja për ju është se Fatos Nano ndodhi në spital që prej datës 8 tetor, pas problemeve kronike respiratore. Politikani psoi arrest kardiak dhe më pas vdekje klinike të trurit. Prej ditës gjendja e tij shëndetësore ishte e rënduar dhe pa përmirësim. Fatos Nano do të mbahet mend si themelues dhe kreu I Partisë Socialiste të Shqipërisë. Ai ishte njeriu që bëri të mundur transformimin e ish Partisë Punës që vinte nga trashëgimia komuniste në një forcë që I rezistoi pluralizmit politik si një aktor me peshë në skenën shqiptare. Nano ka qenë kryetari I Partisë Socialiste nga 12 qershori I vitit 1991 e deri në vitin 2005 kur shkëput nga politika. Një përpjekje e tij e mëvonshme për postin e kreut shtetit nuk u mbështet nga Partia Socialiste, drejtimin e së cilit e kishte marrë Edi Rama. Gjatë viteve të angazhimit në politik që nga viti 1991 ai shërbeu 4 herë si kryeministri I vendit, pra këto janë deri në këto momente një përmbledhje e shkurtër e jetës Fatos Nanos. Fakt, për të folur për Fatos Nanon nuk do të mjaftoj, ne jemi të dy, jemi gazetar të rinj, dhe nuk mund të flasim mbi atë se çfarë ai ka dhënë kontribut në kontekstin e një përjetimi personal me Fatos Nanon, por do diskutojmë edhe çfarë ka sjellë në kontekste të ndryshme politike për vendin, por gjithashtu dhe betejat e mëdha politike që Fatos Nano ka kaluar me jo vetëm betejat kundër Partisë Demokratike, por edhe në qëndrimet kryesore, duke qenë se gjatë kohës kur Fatos Nano ka qenë kryeministri I vendit, vendi ka kaluar disa periudha tranzicioni dhe besoj më pas pjesën tjetër do e parashtoj dhe Andri për figurën e Fatos Nanos, çfarë ai përfaqëson, çfarë ai simbolizon jo vetëm për shoqërinë, për Partinë Socialiste, por edhe për momentet vendimtare. Unë do të shtoja pak a shumë që Fatos Nano nuk ka, përveç se ish kryeministër, ngeli si senatori I përjetshëm I Partisë Socialiste dhe në fakt si figurë publike ose më saktë si ish zyrtar I lartë I shtetit shqiptar ose ish funksionar I lartë I shtetit shqiptar, nga më të lartët, gëzon respekt të gjerë tek në shoqëri ose në opinion publik, dhe edhe sot e kësaj dite ka qenë një nga figurat përbashkuese të majtës. Me eksperiencë të tij të gjatë në politik, përpos viteve, me fjalë në vitet më të vështira që ka kaluar Shqipëria, zoti Nano është një nga figurat më të rëndësishme të pluralizmit politik. Ideja e lajmi më saktë edhe ngjarja që Nano humbi jetën për shkak një sëmundje të rëndë, deri diku pritej nga miq dhe koleg për shkak gjendjes së tij të rëndë shëndetësore, madje pati edhe një moment kështu ku u tha në s'do ta quaj spekulim, por në
ndoshta edhe dashamirësi sensin për të bërë një reagim për të dhe jo për buzës, u tha se ishte humbur jetën që në momentet e para, ditët e para ku ishte një shumë spital. Kjo ishin nga ngjarjet, më thënë, në sensin her pas here ne rendim të vrapojmë për pas lajmit, por harrojmë këto momentet e delikate ku ndonjëherë duhet mos bëjmë deklarata përpara se të jetë. Kujtojmë që zoti Nano ka qenë një nga drejtuesit e Partisë Socialiste që delegoi pushtetin e Edi Ramës, e bëri ministër, pastaj më pas e bën kryetar bashkie. Ke një profil për Kam një nga faktet më interesante që kam lexuar ditët e fundit për Fatos Nano, se ka qenë antar i një grupi roku dhe ka qenë solist. Në vitet e para të demokracisë, si thuash, pra ka qenë, po tash kur ti analizon një artist, një antar grupi roku, e kupton dhe nga natyra e ndoshta edhe bohemiane që mund të ketë pasur Nano si individ. Anri, ti para se t'hynim në live më the që te portali jot ekskluziv kishe një përmbledhje dhe ken telefonin tënd. Jo, kam pas të një profili që kush është Fatos Nano atë çfarë përfaqëson, për shkak se qytetarët kanë nevojë ta lexojnë ose ta dinë konkretisht. Ajo që doja në fakt, ajo pika themelore jo profil, nuk doja më shumë të flisja më shumë për profilin, sa të mund ta bëjnë miqë familjarë. Jo, them profilin, pra një profil në kontekstin, jo profil personal për politik. Doja të lexoja një deklaratë që ka bërë Nano, Fatos Nano në kohën që ka qenë në gjyq i arrestuar 93. Regjia kaloje planin tek Anëri me njëherë se do lexoj. Okej, besoj se kam një deklaratë që ka bërë zoti Nano në gjyq, në kohën kur është arrestuar në vitin 1993 në zyrën e një prokurori, se mbaj mend tani emrin tamam prokurorit, por një nga deklaratat forta që ishin që Fatos Nano i bënte prokurorit ishte se nuk ka problem se mos u mërzit se do shihemi kur të shpallem kryeministrin. Kjo koincidoni çik me atë situatën e sotshme ose ditën e sotshme në fakt, po unë do ta kujtoja, thjesht doja të lexoja për një nga deklaratat më të bujshme që ka bërë Fatos Nano në gjyq pasi vojti dhe dënimin prej 4 vitesh mos gaboj e qelirje. Zoti kryetar, zonja Zetrin, prokuror gjyqtar, kjo nuk është fjala ime e fundit, se dua të bëj një lidhje edhe me deklaratën e zotit Velie sot, se jo për të zhvendosur vëmendjen, më kupton, por se si përsëriten historia, si përsëriten ngjarjet, më kupton? Nuk ka lidhje për të dhënë konotacionin politik për ta kaluar te, por përsëritja e ngjarjeve besoj se ka vlerë se ne gjithmonë ajo mangësia, ne mendojmë her pas here normal kur analizojmë se sa shpejt i kon koha ose sa pak jetojmë në këtë botë. Po ti analizojmë faktet ditë në ditë, edhe ti kthehemi ngjarjeve historike dhe sikur ti shkruanim të gjitha ato do kuptoni se kishim jetuar shumë. Zoti kryetar, zonja Zetrin, prokuror gjyqtar, kjo nuk është fjala ime e fundit. Derisa të kthjellohen përfundimisht të vërtetë e tranzicionit në Shqipëri, do duhet të thuhen, të hetohen e të gjykohen shumë gjëra. Ndërto edhe për këtë proces të montuar, i cili mbetet plagë e hapur si një nga shprehjet kulmore të krimit politik të regjimit sotëm ndaj qytetarit kundër shtetit ligjor. Siç është bërë tashmë e njohur botërisht, pushteti që ju përfaqësoni, shërbimi i kontrollit shtetit, prokuroria dhe gjykata nuk më lejon që unë, kryetari i Partisë Socialiste të Shqipërisë dhe deputeti i Kuvendit Popullor, ish kryeministri i qeverisë së parë të tranzicionit postkomunist në Shqipëri, të marr pjesë në procesin e kurdisur kundër meje. Qysh nga bllokimi dhe manipulimi i dokumenteve të qeverisë Nano nga shërbimi i kontrollit të shtetit dhe prokuroria në diskutim parlamentar të çështjes në burgosjen dhe mbajtjen e hetimit larg hetimit dhe ekspertimit të kryer në mënyrë të njëanshme, larg ballafaqimit me dëshmitarët e deri në mohimin si palë legale në gjykimin e zhvilluar përjohës në 30 ditë seanca deri sot. Prandaj ritheksoj se duke mos u bërë për asnjë çast bashkëpunëtor me shkeljet e ligjit apo me krimin politik të pushtetit tuaj, ndërhyrjet e mia në këtë proces ashtu si sot kanë patur dhe kanë karakter kurativ, denoncues dhe parandalues në mënyrë që të implikohen sa më pak njerëz si ju në shpërdorimin e pushtetit dhe të djersës së taksa paguesve përmes veprimesh që synojnë goditjen e opozitës politike nga partia në pushtet krim, në të cilin keni rënë dhe ju, duke pranuar dhunimin e pavarësisë së organeve të drejtësisë për saj.
Me gjithë përpjekjet e mia dhe sinjalizimet ligjore, zonja Zotrin, prokuror gjyqtar, ju keni pranuar dhe jeni nështruar që ky proces të komandohet politikisht dhe në veprime procedurale të cilat kam denoncuar pjesërisht përpara jush. Pra komandohet nga Sali Berisha, Koles Topalli, Bashkim Gazidete, Agron Musaraj, Eduard Selami, Blerim Çela e tjerë, në mënyrë të kundërlishme e me veprime mafioze. Me këtë nuk kam parasysh thjesht dhe vetëm dëryrat e tyre, direkte apo indirekte për dirigjimin e përditshëm të veprimeve tuaja nga Koles Topalli, për shembull për zgjedhjen dhe shoqërimin e përkthyesve në zyrat e prokurorisë apo për transmetimin e direktivave për vijën tuaj të sjelljeve në vilën numër 4. Nuk kam parasysh as dhe vetëm shantazhin apo miklimin e ushtruar ndaj jush për mëkatet të djeshme, si për shembull Karta e Parisit, vrasja te shkolla e gjuhëve tuaja, çështja Aristani, çështja Çerrava e tjera. Pra për mëkatet të djeshme apo për nevojat të sotme, si për shembull apartamentet që u dhan zoti Qeleshi, Dervishi, Gjokutaj, nga Ministria e Rendit apo kualifikimet tuaja disa javore apo disa mujore në Rom, Paris e tjerë. Jo zotri, çështja është më serioze dhe më dimensione më të gjëra. Zotrin që përmend më lart kanë arsye të forta apo arsye shtetërore për ta lidhur karrierën e tyre me burgosjen time. Është fjala për një platformë të krimit politik të regjimit sotëm si për likuidimin e gjithë opozitës në Shqipëri, ashtu edhe për larje e sapesh brenda radhave të veta duke gërshetuar goditje shtetërore me ato kriminale të rrugës në një veprimtari që në të gjithë botën e kam emrin mafios. Dhe për këtë PSSH ka të dhënat dhe provat e nevojshme. Ka vënë në dieni organizmeve ndërkombëtare dhe do të marrë mbrojtje cilindoj që rrezikohet. Këtu po ju kujtoj në kalim se u desh ndërhyrja jo në urë që pezulloi agresioni programuar nga këto segmente mafioze të pushtetit sotëm kundër Ridvan Qarit. Agresionin do t'ju faturoj më pas për krahësit zot Nano, siç bëri më pas zoti Qeleshi me incidentin e zonjës Shkreli. Unë i garantoj në emër të Partisë Socialiste të Shqipërisë të gjithë punëtorët me mëdite që janë pajtuar nga pushteti për çështjen Nano, qofshin kontrollor, hetues, ekspert apo dëshmitar, se asnjë e keqe nuk u ka ardhur dhe nuk do t'ju vijë nga unë dhe nga Partia Socialiste e Shqipërisë. Përkundrazi, do t'i mbrojmë me të gjitha mundësitë tona. Në të njëjtën kohë nuk mund të mos i kujtoj nëpërmjet jush zoti Aleksandër Meksi se fjalët e tij si e ka hallën ky dori mos do të thyej ndonjë këmbë disa ditë më parë agresionit mafios kundër deputetit Teodor Keku u keqkuptuan. Deputeti Keku u godit në kokë, jo në këmbë. Pra të nderuar, gjyqtare prokuror, çështja shumë më serioze. Ndryshe, po të mos qe kështu, zoti Qeleshi nuk do të takojë me zotin Gazidete në orën 1 të natës. Në sallën e zbrazur të një lokali luksos të Tiranës, ndryshe nuk do të mblidhe fsherozi në ish vilën e Enver Hoxhës në malin e Dajtit, byroja politike e PD-s, ku me gjithë sugjerimet e Azem Hajdarit për t'ia lënë Sali Berishës zgjedhjen faqebar të çështjes Nano, Tritan Shehu dhe Agron Musaraj u bën blok ndaj lëshimeve me pasoja për PD-n në këtë çështje. Zonja dhe zotri, çështja Nano si çështje penale nuk ekziston. Këtë e provuan katërcipërisht mbi 50 dëshmitarët e thirrur në proces që nga zoti Qari, i cili dëshmoi se me të shpejtë të trashësh qepur akuza dhe manipuluar faktet e deri te zoti Pogaçe, Çollaku e Lurasi që konfirmon kontributin dhe veprimtarin e ndershme idealiste e profesionale të kabinetit Nano. Me gjithë kushtet e jashtëzakonshme të periudhës, unë i falenderoj nga kjo sallë të gjithë dëshmitarët publikisht për këtë të vërtetë. Siç argumentoi me kompetencë të lartë zoti Sanxhaku dhe pse vetëm i njohej disa orë, akuza nuk mbështetet me argumente apo prova ligjore dhe ekspert as nga dosja e paraqitur ndaj saj, atëherë çfarë mbetet? Mbetet mos përputhja serioze konceptuale, ligjore dhe kontabile, midis pretencës dhe realitetit, midis ekspertimit Qori, Telegrafi, Shkreli me ekspertizën ligjore të profesionistëve italian. Mbetet kontradiksioni flagrant midis akt kontrollit të Blerim Çelës dhe dokumentit zyrtar të Korte dei Conti për ardhen e plot të ndihmës emergjente italiane për 20 miliard letash në Shqipëri. Unë do zbres pak më poshtë se nuk dua ta lexoj, thjesht ishte për një panoramë dhe pretendimet që kanë qenë në atë kohë të zotit Nano, to deformime të rënda politike dhe institucionale të shtetit tonë dhe të marrëdhënieve të tij evropiane nuk mund të riparohen as me farsa politike si ky proces, as me deklarata përshëndetje nga Londra për fëqinjin tonë matan e Adriatikut, duke kuptuar fare mirë se logjika e Helmet Kaltërve e adoptuar
e përshtatur. Zyrtarisht nga figurat kryesore të regjimit sot është logjika e luftës civile, ju siguroj zotrin të trupit gjykues se unë dhe partia Qendra Mishe në pikpamjen elektorale që përfaqësoj do të bëjmë gjithë përpjekjet për mos lejuar që konflikti civil dhe krimi politik të gjejnë terren në Shqipëri, pavarësisht nga vendimi që do të shpallë ju kundrejt pretensës. Ne jemi të përgatitur si opozitë të përballojmë me pikëri zhvillimet që të pasojnë duke përfshirë dhe shpallje zyrtarëve të zgjedhjeve të parakohshme pas dënimit tim dhe manipulimit elektorale. Objekt për puna prokurisë në të ardhmen që ka nisur të bëjë qysh tani PD me fondet ekstra buxhetore me privatizime dhe me vënien në kontroll të ndihmave humanitare jo shtetërore. Ju falenderoj. Pata një shkurtim Ermal të si thuash fjalimit, një nga fjalimet ndoshta më me interes në atë kohë. Besoj që kjo ka qenë një nga fjalimet më me interes, mendoj Anëri edhe për shkak të pra historia përsëritet, janë vetëm aktorët që kryesisht edhe ndryshojnë dhe s'ndryshojnë. Besoj që të rikthehemi pas pak në fakt mbi një informacion përsëri mbi një profil që kush ishte Fatosnanu dhe nga betejat e tij. Rikthehemi pas pak minutash përsëri këtu në antena, mos u largoni, bëni subscribe, regjistroni në kanalin ton dhe pas pak rikthehemi me një profil që kush ishte Fatosnanu, betejat e tij politike, çfarë përfaqëson dhe kush janë politikanët cilët kanë reaguar për ndarje nga jeta të Fatosnanos deri në këto momente. Mos u largoni, rikthehemi pas pak.